Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka prezantuar një paketë re masash për zgjerimin e kujdesit ndaj të moshuarve. Duke nisur nga shtatori, propozohet që kontrolli bazë shëndetësor, check-upi, të ofrohet falas për të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç, pa kufizim të sipër moshe. Gjatë një takimi në Qendrën Sociale Ditore në Pogradec, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Salaj bëri të ditur se ndryshimi është propozuar për miratim në Këshillin e Ministrave. Sipas saj, qytetarët 70, 80 apo 90 vjeç do të kenë të drejtën të kryen kontrollet parandaluese falas. Ku erdha që pa qendrën verore, shumë mirë të gjithë ato punonjësi shkonin në përçadra dhe shpërndanin fletushka që kishin informacion. Këtë gjë mund ta bëjnë shumë mirë edhe këtu. Edhe një i moshuar që është 72 ditë, mund të shkoj të bëj check-upin 70, 80, 90 sa ta keni jetën. Ministria njoftoi gjithashtu se për herë të parë në Shqipëri do të ngrihet shërbimi i geriatrisë, i cili do të ofrojë kujdes të specializuar për të moshuarit. Shërbimi do të nisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe më pas do të zgjerohet edhe në rajone të tjera të vendit. Një tjetër risi është krijimi i linjës së këshillimit për të moshuarit. Një shërbim falas që do të ofrojë informacion, orientim dhe mbështetje për aksesin në shërbimet shëndetësore, sociale dhe shërbimet e tjera publike. Linja do të jetë e disponueshme në numrin 0800 404 2.